Dhe në këtë mënyrë ekziston parlamentarja Haxhiu foli me shqetësim sipas saj, në mënyrën se si ishte vokacioni i saj, tha na pret ky problem, që dihet objektivisht që kemi probleme me gjykatë kushtetuese, me kryeprokurorin, me shumë çështje tjera që janë të domosdoshme dhe etike për t'i adresuar shumë shpejt. Të duket e shqetësuar vërtet zonë Haxhiu? Jo, kjo më duket më tepër lojë publike, apo kupton, fillimi i një retorike për të kriju justifikime në rast të dështimit eventual dhe në rast të mos realizimit të skenarit dhe detyrimeve që i ka skena politike. Për shkak sepse, prapë tham, po të ketë vullnet lëvizja vetëvendosje, po të jetë mirëfilli e interesuar që të shmangen këto pasoja politike, absolutisht kjo çështje mund të kryhet që sot mund të kryhet. Madje ne tash kur jemi duke biseduar me një takim me ftesë, sepse edhe subjektet opozitare për shkak të pozicionit në cilën ndodhen, shihet qartë që nuk kanë ndonjë vullnet shihet qartë që nuk janë të interesuar që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse ato janë në një pozicion të palakmueshëm politik.